Temperaturat e larta që po mbizotrojnë gjatë këtyre ditëve të verës mund të ndikojnë edhe në shfaqjen e problemeve të ndryshme shëndetësore, përfshirë infeksionet e sistemit tretës. Problemet në stomak e zorë shpesh manifestohen me fryrje të barkut, diare, vjellje, lodhje dhe ligështi për shkak të humbjes të lëngjeve. Sipas gastroenterohepatologut Visar Juniku, gjatë kësaj periudhe janë evidentuar raste të shumta të pacientëve me infeksione të traktit tretës. Duke pas parasysh tashmuajt e verës, do të thënë përtërën një klimë, një temperaturë mjaft e lartë, dhe normalisht duhet pasur kujdes njerëz, popullat dhe pacientët. Dhe zakonisht ndodhin infeksionet të traktit tretës në këto kohëna, shoqëruar domethënë me probleme në stomak, në zorë e diku tjetër. Manifestohen me simptomet të gjithë një dim, me një fryrje barku, me një barkëshitje, me një vjellje, lodhje, plagështi. Pacienti domethënë është i dehidruar për shkak se humb lëngje, edhe vazhdimisht duhet të konsumojë domethënë këto temperatura e lëngje, duhet pasur kujdes në ambientet e ngrohta, që të mos qëndrojë ashtu në temperatura të shumë të larta, të shmanget asaj kohe, intervalit kohor prej orës 11 deri ka ora 16-17, sepse ata mbretërojnë temperaturat më të larta dhe rrezet diellit janë më të forta dhe normal që pacienti duhet të ndjen këto pasoja. Ai apelon që qytetarët të kenë kujdes të veçantë me ushqimin që konsumojnë, duke preferuar ushqime të lehta dhe duke shmangur ushqime të yndyrshme dhe më shumë kalori. Ka pasur raste po do thotë në spitale do të thotë numri shumë i madh i pacientëve që edhe të hospitalizuar në raportet përkohëse por edhe që janë trajtuar në shtëpi, zakonisht me infuzione me terapi peros domethënë nga goja, varësisht sipas gjendjes klinike domethënë që ka pacienti. Thotë në këto kushte, përveç infeksioneve virusale që janë të parapara shumë, kuptohet edhe intoksikimet alimentare shumë të shpejra, domethënë helmimet në ushqim. Prandaj shumë duhet pas kujdes se çka konsumon njeriu, domethënë ushqime shumë më të lehta, jo kalorike, të shmanget shumë ushqimeve të yndyrshme, to me karbohidrate, me sheqer shumë dhe sa më shumë të pinë ujë, të ashtu të posëdoj veshje të lehta për më pas kujdes shumë. Mjekët këshillojnë që në rast të shfaqjes së simptomave të vazhdueshme, sidomos diares dhe vjelljeve të shpeshta, qytetarët të kërkojnë ndihmë mjekësore në mënyrë që të shmanget dehidratimi dhe komplikimet të tjera.